إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e humbi, pra që e çoi në humbje, nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, si dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin ton në shpjegimin e gjunaheve të mëdha të Imam al-Dhahabihut, Allah më shiroft. Dhe ne radhën e kaluar sapo përfunduam parathënien që ky imam ka bërë në librin e tij. Ndërsa sot do të vazhdojmë me shpjegimin e gjunaheve të mëdha, duke filluar me gjunahun e madh të parë dhe në përmendjen e tyre bashkë me argumentet. Kështu Imam al-Dhahabiu futet pra në shpjegimin dhe në përmendjen e gjunaheve të mëdha dhe thot: Al-kabiratul ula, gjunahu i madh i parë është shirku ndaj Allahut të lartësuar. Shirku ndaj Allahut të lartësuar, pra bërja shok dhe ortak Allahut të lartësuar. Sheh Sulejman Ar-Ruhaili, Allahu e ruajt, duke shpjeguar dhe duke komentuar këtë fjalë të Imam al-Dhahabiut, Allahu më shiroft, thot: po gjunahu i madh i parë, thot, është ky. Pra autori Imam al-Dhahabiu, Allahu më shiroft, a ka filluar, thot, librin e tij duke përmendur këtë gjunah, pra që është gjunahu më i madh, shirku, duke ndjekur Koranin fisnik. Koranin fisnik. Nga se ndalesa e parë që përmendet në Koran është ndalesa ndaj shirkut. Është ndalesa ndaj shirkut. Thot Allahu i lartësuar: "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ndaj mos i bëni Allahut të ngjashëm, duke qenë se ju e dini se ai nuk ka të ngjashëm, duke qenë se ju e dini që ai është krijuesi. Pra mos i bëni të ngjashëm dhe të barabartë. Pra kjo është ndalesa e parë që përmendet në Kuranin fisnik. Ndalesë nga të bërit shok dhe ortak Allahut të lartësuar. Sepse Allahu, Zoti ynë i lartësuar, kur përmend gjunahet, kur prej tyre është edhe shirku, ai e fillon me përmendjen e shirkut. Pra e fillon nga ajo që është më e madhja. Po ashtu, nga se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i numëron gjunahet e mëdha në të gjitha hadithet që janë transmetuar në lidhje me të, atëherë thot e fillon me shirkun ndaj Allahut të lartësuar. Sepse shirku është gjunahu më i madh i gjunaheve të mëdha në mënyrë absolute, me unanimin e të gjithë dietarëve. Po ashtu edhe sepse shirku i madh dallohet dhe veçohet nga të gjitha gjunahet e mëdha të tjera,
në atë mënyrë që ai cili vdes duke qenë atë dhe shkon tek Allahu i lartësuar, del para Allahut të lartësuar, atëherë Allahu i lartësuar nuk e fal atë kurr. As që futet në xhenet kurr. Përkundrazi, ai është përjetësisht në zjarr, pra në zjarrin e xhehenemit, dhe atij as nuk i jepet fund që ai të vdesi, por as nuk ka për të lehtësim dënimi. As nuk i lehtësohet dënimi. Madje atij dhe të ngjashmeve me të i thuhet fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Ndaj shijojeni, pasi ne nuk ju shtojmë juve veç se dënim. Pra nuk ka lehtësim dënimi në zjarrin e xhehenemit. Përkundrazi, aty ka vetëm shtim të tij dhe Allahu na ruajt nga braktisja, thot Sheikhu. Pra duke qenë se kjo është pozita pra që ka shirku, atëherë autori, Allahu mëshiroft, pra Imam al-Dhahabiu, e filloi pra librin e tij duke përmendur shirkun, që është gjunahu më i madh i parë. Pastaj vazhdon Imam al-Dhahabiu duke shpjeguar se çfarë është shirku. Dhe thot që ti bësh Allahut të ngjashëm ndërkohë që ai të ka krijuar. Ti bësh të ngjashëm dhe të barabartë Allahut ndërkohë që ai të ka krijuar. Sheh Sulejman Ruhaili, Allahu e ruajt, shpjegon dhe thot, ky është përkufizimi i shirkut. Dhe ajo është marrë, thot, nga Kurani kuptimisht, ndërsa është marrë nga Suneti me tekst, pra tekstualisht. Pra kuptimisht është marrë nga Kurani, ndërsa tekstualisht, sikurse përmend autori Imam al-Dhahabiu, është marrë nga fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket Kur'anit, Allahu i lartësuar ka thënë: Ja ejuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala mina as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi mina ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve dhe ato që ishin para jush, në mënyrë që ju të ruheni dhe të bëni të devotshëm. Ai i cili e bëri për ju tokën shtrat, ndërsa qiellin e bëri kupol dhe çati të ngritur, dhe zbriti prej qiellit, pra prej reve, zbriti ujë, i cili është shiu, dhe me të, pra nëpërmjet shiut, ai nxori fruta dhe perime bime tjerë si furnizim pra për juve. Ndaj thot, mos i bëni Allahut të ngjashëm apo të barabartë, duke qenë se ju e dini që ai është krijuesi juaj. Pra nga kjo kuptohet që shirku është që ti t'i bësh Allahut të ngjashëm apo të barabartë, duke qenë se ai të ka krijuar ty. Ndërsa sa i përket Sunetit, përkufizimi është përmendur tekstualisht. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ayyu dhanbi a'zamu 'inda Allahi ta'ala? Cili gjunah është më i madh tek Allahu i lartësuar? Ndërsa në një transmetim tjetër është pyetur: Ayyu dhanbi akbar? Cili gjunah është më i madhi? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, që ti t'i bësh Allahut të ngjashëm apo ortak apo të barabartë, ndërkohë që ai të ka krijuar ty. Dhe ky është një hadith të cilin e ka transmetuar Buhari dhe Muslimi, Allahu i mëshiroft. Që t'i bësh Allahut të ngjashëm dhe të barabartë ndërkohë që ai të ka krijuar ty, ky është përkufizimi
me tekst nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra për kufizimi i shirkut të madh. Dhe këtu shehu shpjegon dhe thot se an-niddu, që është i ngjashëm, do të thot i ngjashëm apo diçka sikur sa ai. Al-mathilu wan-nadhir, që do të thot i ngjashëm apo njëjtë si ai. Pra shirku është që ti t'ja japësh atë që i takon Allahut, apo t'ja dedikosh atë që i takon Allahut dikujt tjetër veç Allahut. Dikujt tjetër veç Allahut. Dhe shirku është dy llojesh. Është shirku i madh, i cili të nxjerr nga feja, dhe personi pra që e bën shirkun e madh është përjetësisht në zjarrin e xhehenemit nëse ai vdes duke qenë atë, dhe Allahu i lartësuar atij ja ka bërë të ndaluar xhenetin. Pastaj kemi shirkun e vogël, i cili është prej të mëdhajave, prej gjunaheve të mëdha. Mirë për robi me shirkun e vogël nuk del nga feja. Dhe shirku vogël është çdo gjunah i cili është quajtur në tekstet sheriatike, është quajtur shirk. Apo që kanë treguar dhe argumentet se ai është pra prej gjunahve të mëdhaja. Apo thot çdo gjunah që është rrugë për në shirkun e madh, yaqinen, do më thonë në mënyrë absolute pa dyshim, au bi ghalabati dhann, ose si thush andej ku anon më shumë, andej ku si thush përqindja më shumë e mendimit është që robi pra bie në shirk, au bi ghalabati dhann. Dhe çdo thot sebeb tjetër të cilin thot të cilin krijesa e ka konsideruar si shkak, ndërkohë që nuk ka argument thot që ai është shkak. Pra, nëse njeriu thot bit për diçka që ajo është sebeb, ndërkohë që nuk ka ndonjë argument që tregon se ai është sebeb, atëherë ky hyn tek shirku i vogël. Hyn tek shirku i vogël. Çdo gjuna i cili është përmendur në tekstet shariatike me emrin shirk, apo që kanë treguar argumentet që ai nuk është pra shirk i madh, siç është të betuarit në dikë tjetër veç Allahut. Ky është shirk i vogël, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur atë shirk. Mirë po, nuk e ka urdhëruar atë person i cili betohet në dikë tjetër veç Allahut që ai të futet edhe një herë tjetër, apo të futet nga para në Islam. Të futet nga para në Islam. Dhe kjo tregon që ky është shirk i vogël. Pra personi që është betuar në dikë tjetër veç Allahut nuk është urdhëruar që të futet dhe nga e para në Islam. Apo që është rrugë e cila të çon në gjuna, që të çon në shirkun e madh. Yaqinen, në mënyrë të plot pa dyshime, apo bi ghalabati dhann, pra që mësë shumëti pritet që të ndodh. Pra mendohet që mësë shumëti pritet që të ndodh. Sikurse është kurbani për Allahun, të bërit kurban për Allahun në një vend ku theret në të për dikë tjetër veç Allahut. Pra në atë vend zakonisht shkojnë dhe bëjnë kurban për dikë tjetër veç Allahut. Nëse ti shkon bën kurban në këtë vend për Allahun, por se vendi në cilin bën ti kurbanin është bërë pra kurban për dikë tjetër veç Allahut, ky hyn tek shirku i vogël. Hyn tek shirku i vogël. Sepse kjo gjë të çon drejt shirkut të madh në shumicën e rasteve, apo në mënyrë
të padyshimt. Apo thot që ti bëj robi, ta konsideroj robi sebeb, diçka që nuk ka argument për të që ajo është sebeb. Pra kjo hyn tek shirku i vogël. Vazhdon dhe shehu dhe thot, o vlezër, thot ashtu si kurse kam thënë, çdo shirk është gjuna i madh. Çdo shirk është gjuna i madh. Mirë po shirku, kur përmendet në tekstet shariatike dhe kur përmendet nga dietarët, është për qëllim shirku në adhurim. Pra kur përmendet shirku në përgjithësi, kanë për qëllim dietarët shirku në adhurim. Pra shirku në adhurim që robi t'ja dedikoj diçka prej adhurimit dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Sikurse është që dikush t'i lutet dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar, apo t'i kërkoj shpëtim dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Pra, nëse shirku përmendet në tekstet shariatike pa kufizime, në mënyrë absolute pa kufizime, atëherë këtu kihet për qëllim shirku i madh që të nxjerr prej feje. Dhe nëse shirku përmendet tek fjala e dietarëve pa kufizime, ashtu sikurse është përmendur këtu nga Imam Adh-Dhahabiu, Allahu e mëshiroft, atëherë këtu është për qëllim shirku i madh. Është për qëllim shirku i madh. Ashtu sikurse edhe tauhidi, kur përmendet pa kufizime, kihet për qëllim atë tauhidi në adhurim. Edhe pse leximi i thellë i teksteve shariatike edhe argumentet kanë treguar se tauhidi është tre llojesh. Tauhidi al-uluhiyya, pra i adhurimit, tauhidi ar-rububiyya dhe tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Nga ana tjetër, edhe shirku është tre llojesh. Shirk në uluhije, në adhurim, shirk në rububije, pra që ka të bëj me veprat e Allahut të lartësuar, që janë krijimi, furnizimi e tjerë, që i takojnë vetëm Allahut, ke edhe shirkun i cili bëhet në emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Mirë po shirku, kur përmendet, ashtu sikurse e tham, para kur përmendet pa kufizime, kihet për qëllim atë shirku që bëhet në adhurim. Dhe shirku që bëhet në adhurim është më i madhi i gjunaheve të mëdhaja në mënyrë absolute. Pastaj Imam Adh-Dhahabiu vazhdon dhe thot, pra Allahu mëshiroft, dhe të adhurosh bashkë me të, bashkë me Allahun, dikë tjetër veç ti, sikurse është guri, njeriu, dielli, hëna, apo ndonjë pejgamber, apo ndonjë shejх, pra dietar, apo ndonjë xhin, yll, apo ndonjë engjëll dhe të tjerë veç tyre. Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili, Allah ruajt, thot, duke komentuar fjalën e autorit, se kjo fjalë e autorit është shpjegim dhe komentim i fjalës së tij që thot që ti t'i bësh Allahut të ngjashëm, ndërkohë që ai të ka krijuar ty. Dhe si ndodh kjo? Që ti të adhurosh dikë tjetër veç ti, bashkë me të, në një adhurim të vetëm, ose në disa adhurime. Do më thënë, nuk është kusht që ti të adhurosh dikë tjetër bashkë me Allahun në të gjitha adhurimet, që të quhet shirk i madh. Përkundrazi, robi nëse adhuron dikë tjetër veç Allahut bashkë me Allahun, qoftë në një adhurim të vetëm, ndërsa
në të gjitha adhurimet e tjera të tij ai tregohet i sinqert dhe nuk i bën shirk Allahut, atëherë ai prap i ka bërë Allahut shirk të madh. Pra njeriu duhet që në të gjitha adhurimet e tij që mos t'i bëj shirk Allahut të lartësuar, sepse nuk mjafton që njeriu në disa adhurimet e tij t'ia dedikoj Allahut, në disa jo, por se duhet që të gjithë adhurimin t'ia dedikoj vetëm Allahut të lartësuar. Dhe ta adhuroj bashkë me të dikë tjetër veç tij, sikurse është guri. Edhe këtu te guri futet adhurimi i idhujve. Te guri futet adhurimi i idhujve, pasi zakonisht idhujt më përpara bëheshin nga gurët, apo ndonjë njeri. Pra të besosh vlerën e atij njeriu, që ai ka vlerë, ndërkohë që ai mund të ketë vlerë në të vërtetë ose jo. Besosh që ai ka vlerë. Apo diellin, hënën apo ndonjë pejgamber. Dhe pejgamberi normalisht futet tek njeriu. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeri. Mirë po e ka veçuar këtu në përmendje, pra e ka përmendur në veçanti këtu për shkak të vlerës së madhe që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më fisnik. Dhe pejgamberët në përgjithësi janë njerëzit më fisnik në mënyrë absolute, ndërsa pejgamberi ynë Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam është më fisniku i të gjithë pejgamberëve. Pastaj thot apo që ta adhurojnë ndonjë shejх, ndonjë xhin, ndonjë yll apo ndonjë engjëll e të tjerë veç tyre. Pra nuk e meriton adhurimin askush prej tyre përveç Allahut të lartësuar. Mirë po tek disa njerëz dominon dhe mbizotëron tek ta dashuria që ka ai për ndonjë njeri me vlera, ndonjë njeri fisnik. Dhe kështu ai atë që i takon Allahut ja dedikon atij. Dhe ai gjori, pra ai miskini, harron se dashuria më e madhe është dashuria ndaj Allahut të lartësuar. Dhe se çdo krijesë duhet për hir të Allahut. Duhet për hir të Allahut. Sikur pejgamberi, pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, të mos ishte i dërguari i Allahut, njerëzit nuk do ta kishin dashur atë, as nuk do të kishin besuar tek ai. Mirë po, ai duhet vetëm se për hir të Allahut. Ndaj, nuk duhet që dashuria për një person ta verboj njeriu, pra dashuria për një person ta verboj njeriu nga dashuria për Allahun e lartësuar. Imam al-Dhahabiu, Allah më shiroft, vazhdon dhe thot duke sjell argumentet në lidhje me këtë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Më të vërtet, Allahu nuk fal që t'i bëhet shok atij në adhurim, dhe përveç kësaj ai ja fal atij që ai do, atë që është poshtë shirkut. Thot Sheh Sulejman Ar-Ruhaili, Allah rujt. Thot ky ajet madhështor është argument se shirku i madh është më i madhi i gjunave të mëdha, më i shëmtuari i veprave të shëmtuara dhe më mizori i gjërave me të cilën është kundërshtuar Allahu i lartësuar. Sepse ai është veçuar nga gjunahet e tjera në atë formë që kush vdes duke qenë në atë gjunah, pra në shirk të madh, Allahu nuk e fal atë,
dhe ai nuk e ndjen aromën e xhenetit, ai do të jetë përgjithsisht në zjarrin e xhehenemit, aty as nuk vdes dhe Allahu i lartësuar nuk ja lehtëson atij dënimin, përkundrazi ai në të do të jetë në dënim të përhershëm dhe në dënim të vazhdueshëm që i rritet her pas here. Ndërsa çdo gjuna tjetër përveç shirkut të madh, ai ngelet në dëshirën e Allahut, nëse Allahu don e fal atë me drejtësi dhe urtësinë e tij, dhe nëse do, ai nuk e fal atë pra, po me drejtësinë dhe urtësinë e tij. Ndaj, kush shkon tek Allahu i lartësuar, duke qenë muahid, pra me tauhid, dhe shkon tek Allahu me gjunahe përveç shirkut, pra me gjunahe, por se shirk nuk ka, atëherë ai është në dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo në bazë të këtij argumenti i cili është ajeti kuranor, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtetë Allahu nuk fal që të bëhet shok atij në adhurim dhe fal poshtë shirkut atij që ai don. Ndërsa ai i cili pendohet me pendim të vërtet nga gjunahu i tij, madje qoftë ky gjuna dhe shirku, atëherë Allahu i lartësuar e pranon pendimin prej tij dhe e fal atë. Ka thënë Allahu i patmeta, kul ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. O robërit e mi, të cilët e keni tepruar ndaj vetes suaj, pra me gjunahe, mos e humbisni shpresën nga mëshira e Allahut, më të vërtet Allahu i fal të gjitha gjunahet. Pra thot, thuaj o i dërguari ynë, njerëzve dhe xhinve, të gjithë njerëzve dhe xhinve, mos e humbisni shpresën nga mëshira e Allahut, pra mos bini në yas. El yasu është humbja e shpresës në mënyrë absolute. Mos e humbni shpresën, pasi nëse robi e humb shpresën nga mëshira e Allahut, atëherë kjo gjë e çon atë që ai të vazhdoj në bërjen e gjunaheve të tij. Përkundrazi, pendohuni tek Allahu i lartësuar, sepse ai i cili pendohet me pendim të vërtet tek Allahu i lartësuar, Allahu e fal atë. Ndaj që gjunahet nuk mund bëhen më shumë se pendimi, ose nuk mund ta kaplojnë pendimin, nga as mund t'jenë më të mëdhaja se sa pendimi. Pasha Allahun, sikur gjunahu sa i do i madh që t'jetë, nëse robi pendohet me pendim të vërtet, Allahu do ta fal atë, sikur se ka ardhur në hadith, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ai i cili pendohet nga gjunahu është sikur se ai që nuk ka gjunahe. Ndaj pra, gjunahet nuk mund ta kaplojnë pendimin. Pra nëse njëri bën shirk Allahut të lartësuar, apo bën zina, vjedh dhe pendohet, pra nëse i bën edhe shumë gjunahe të tjera dhe pendohet tek Allahu, Allahu do ta fal atë. Pastaj thot shehu, pasha Allahun thot, nëse robi bën zina 100 herë, apo bën zina 1000 herë, pastaj ai pendohet me një pendim të mirë, të sinqert dhe vërtet tek Allahu, Allahu do ta fal atë dhe përmend hadithin të cilin sa para përmendëm. Pra nga kjo kuptojmë, o vëllezër, se nuk ka përplasje midis dy ajeteve kuranore. Dhe as ka kufizim të ajetit të dytë përveç se me pendim. Domethënë, nuk kufizohet një gjuna nga një gjuna tjetër. Pra, fjala e Allahut të lartësuar ku thot inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah nuk fal që t'i bëhet atij shok në adhurim, do të thot për atë që shkon tek Allahu
me shirk të madh. Për atë që shkon tek Allahu me shirk të madh, ndërsa aty ku thot inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, me të vërtetë Allahu i fal që të gjitha gjunafet, do me thënë për atë që pendohet, ndaj që përpara pendimit nuk reziston dhe nuk ngelet asnjë gjuna. Pra pendimit nuk i reziston asnjë gjuna. Në moment që robi pendohet tek Allahu i lartësuar. Mirë vëllezër, se na shkon vonë edhe për namazin, mjaftohemi me kaq dhe pjesën tjetër e vazhdojmë në radhën e ardhshme. E lutem Allahun e lartësuar që të na bëjë dobi me këto mësime të shehut që i ka mbajtur në shpjegimin e librit Imam Dhahabiut Gjunahet e Mëdha. Allah më begatof mua dhe juve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.